Kapela Sistina, aty ku arti ngjizi misterin e krijimit. Kapela Sistina e Michelangelo I kalon për masat e një vepre. Ajo është diçka që jehon caqeve të shpirtërorës dhe eternës. Ajo është një krijesë e hyshme që del nga thellësia e një dielli që ka shpërthyer duke u shndruar në trajt formash dhe shprehshmërie humane. Zanafilla dhe koshmëria e njeriut kridhet në këtë manifestim të përmasave epike të artit. Kjo gosti gojimesh dhe përfytyrimesh biblike e sjell njeriun nga një planet forcash dhe energjish, mendimesh dhe idesh, besimi dhe dyshimi, mëkati dhe pendese, nga një realitet mbitoksor për ta shpërfaqur para kësaj shastisje arti si një urë komunikimi, si ndërmjetësim I asaj magjepsje që na mëkon shpirti përmes formave dhe trajtave, ngjyrave dhe drithijesh. Kjo kryevepër I flet njeriut, I rrëfen atij vetveten, kohën dhe historinë, I tregon plagët dhe gjurmët, I kumton nga ai ka udhëtuar për të ardhur nga shpërthimi në shndrim, nga qiellorja në toksore, për të rikthyer, për të ribër, për të rinisur një krim në çdo nerv dhe muskul, në çdo trajt dhe formë, në çdo ngulm dhe prehje. Kapela Sistina ka mbi 5 sheku që nderet si një qiell për fytyrimesh mbi kokat që rrinë varur në tehun e adhurimit, përfshirjes në gjendje hutimi, kaplimit për një simfonie jehonash që kumbojnë. Ajo të magjeps, ajo të shtang, të mrekullon, të mahnit, të shokon, të shastis, ajo të përpin në shtjellën e vet të idilit shpirt shpengues. Miliona sy e kanë përpjer kapelën Sistine me ëndje dhe adhurim, ëndrime dhe dalldi për fytyrimesh. Kanë marrë krah e kanë fluturuar në zenitin e këtij krijimi, këtij manifestimi force dhe delikatese shprehje estetike, për masat dhe kumtimi, teknika dhe aftësia e realizimit të kësaj kryevepre kanë shndruar atë në një monument unik të historisë së artit. Zëfjedhja e veprës Kapela Sistina e Michelangelo Buonarrotit e të mallit të mëlejve të artit të kohës, të asaj vepret që adhurohet nga turmët e pafund vizitorësh që Vatikani mundohet t'i shmangi për të mos ta dëmtuar, nisi në pranverën e 500 vjetëve më parë, kur Papa Julius II I mbushi mendjen Michelangelos që të pikturonte tavanin e Kapelës Sistina. Para se Michelangelo të ngjynte furçën në bojë dhe të niste punën për krijimin e personazheve të mrekullueshëm të Zotit, Krishtit, Adamit, Maris dhe gjithë personazhet të tjerë, në që mënyrë Michelangelo u frymëzua, u para përgatit për të krijuar kolosët. Nga sa dim, ndryshe nga pasardhësit dhe bashkosit e tij artist, Michelangelo nuk përdorte modele paraprake në pikturat e tij, pasi aty nuk ekzistojnë gjurmë të kësaj teknike. Ne nuk dimë absolutisht asgjë në lidhje me punën parapërgatitore të Michelangelos dhe kjo ndoshta sepse ai vetë kërkonte që ajo të mbetej një sekret. Në të gjallët e kryemjeshtrit, një ndër gjërat që nuk e bën kurrë ishte t'i tregonte njerëzve vizatimet e tij paraprake, ato të cilat I përdorte si modele për moralin e ardhshme. Sipas një biografi të tij, kjo shpjegohet me faktin se nëse dikush do t'i kishte parë, do të mahnitej me punën dhe energjinë e madhe të derdhur në to nga Michelangelo, çka ky I fundit nuk donte që të merrej vesh. Në këtë pikë ishte shumë diskret, edhe pse si shumë artistë të rilindjes ishte I punësuar nga kisha dhe personat fuqishëm si papët nuk kishin mundësi të shihnin pikturën paraprake që shndroheshin më pas në murale gjigante. Para se të zhvendosin në Firenze në vitin 1518, ai I dogji të gjitha vizatimet në banesën e tij romane. Edhe miqt më të afërt kishin vetëm një numër shumë të kufizuar vizatimesh ndër më të parëndësishmet.